Nuk dua gjë tjetër. Vetëm dua të di nëse është përmendur në Kur'an se si Merjeme e lindi Jezusin. A përmendet në Kur'an? Kaq dua të di. Doktor, vëllai yni krishter nga Filipinet, bëri një pyetje shumë të mirë. Ai dëshiron të di më shumë rreth asaj, se si Merjeme e lindi Jezusin. Çfarë thot Kurani për këtë, vëllezër? Nëse lexoni Kuranin, ekziston një kapitull i tërë i quajtur Sureja Merjem, një kapitull me emrin e Merjemes, nënës së Jezusit. Nëse lexoni Biblën, prej 73 ose 66 librave që ka, nuk ekziston asnjë libër me emrin Merjeme. Por në Kuran, ekziston një kapitull i tërë kushtuar asaj. Kurani thot në suren Ali Imran, kapitulli 3, vargu 42, dhe kur e ngjit than: O Merjeme, Allahu të ka zgjedhur dhe të ka pastruar, dhe të ka zgjedhur mbi të gjitha gratë e botëve. Imagjinoni, ky varg i Kuranit ju shpall një arabi, Muhamedit, paqja qoftë mbi të, i cili deklaron se Allahu zgjodhi një grua qifute, një grua mbi të gjitha gratë e tjera, dhe e pastron atë. Kjo është në një farë mënyre një antipublicitet, sepse qifutët ishin kundër arabëve, dhe publiku i profetit ishte arab. Megjithatë, Muhamedi, paqja qoftë mbi të, shpall se Allahu i plotfuqishëm zgjodhi një grua qifute, Merjemen, si më të lartën mes të gjitha grave. Dhe këtë e thot Kurani, jo si opinion personal, por si shpallje e Allahut. Mëtej, në Ali Imran 3, 43-47, në vargun 47 thuhet: Kur engjëlli Xhebraili i thot Merjemes se do të ketë një djalë, ajo thot: Si mund të kem unë një fëmijë, kur asnjë burr nuk më ka prekur? E njëjta gjë përmendet edhe në Bibël. Si mund të kem një fëmijë kur nuk njoh asnjë burr? Këtu nuk njoh nënkupton marrëdhënie seksuale. Kështu edhe në Kur'an. Kur Merjemja thot asnjë burr nuk më ka prekur, ajo nënkupton marrëdhënie seksuale. Por pastaj Kurani thot: Kur Allahu dëshiron diçka, ai vetëm thot bëhu, dhe ajo ndodh. Pra, lindja e Isait, paqja qoftë mbi të, ishte një lindje mrekullibërse, pa ndërhyrje mashkulli. Kjo është arsyeja pse ne muslimanët besojmë se Isai, paqja qoftë mbi të lindi në mënyrë të mrekullueshme, pa asnjë ndërhyrje mashkullore. Në Surja Merjem, kapitulli 19, vargjet 28-32 e mëtej, tregohet se kur Merjemja solli fëmijën e porsalindur, njerëzit e akuzuan. Ata i thanë: Si mundet të kishe një fëmijë pa qenë e martuar? Ti je nga familja e Harunit. Ata po nënkuptonin se ajo kishte bërë amoralitet. Merjemja nuk foli, ajo nuk mund të përgjigjej. Por Isai, paqja qoftë mbi të, si foshnjë në krahët e saj, foli dhe tha: Unë jam rob i Allahut. Ai më ka dhënë librin dhe më ka bërë profet. Ky ishte mrekullia e parë që bëri Isai. Paqja qoftë mbi të, në Kur'an, ai foli si foshnjë për të mbrojtur nënën e tij. Ndërsa në Bibël, mrekullia e parë është kthimi i ujit në verë në një dasmë. Pra, në Kur'an, mrekullia e tij e parë ishte mbrojtja e nënës së tij dhe shpallja e profecisë së tij, menjëherë pas lindjes. Kështu Kurani e nderon Merjemen, paqja qoftë mbi të, e lartëson dhe e quan gruaja më e mirë ndër të gjitha gratë. Një titull i tillë nuk gjendet në Bibël. Për këtë arsye themi: ne e duam dhe respektojmë Merjemen më shumë se të krishterët. Ne e duam dhe respektojmë Isain, Jezusin, më shumë se të krishterët. Shpresoj që kjo përgjigje e sqaroi pyetjen.